Të martën, për herë të 33 të zgjedhurit e popullit dështuan ta konstituojnë Kuvendin e Kosovës. Nga partia fituese e zgjedhjeve, Lëvizja Vetëvendosje akuzuan sërish deputetët e ish-opozitës për mungesë përgjegjësie, duke mos marrë pjesë në votim për formimin e komisionit për votim të fshehtë. Unë vlerësoj edhe një herë që është qëndrim i papërgjegjshëm, pra politikisht veprimet e opozitës janë veprime të papërgjegjshme, juridikisht janë shkelje të Kushtetutës Republikës Kosovës dhe shkelja e gjykimit të gjykatës kushtetuese, për cilën ju e dini që kemi folur tash e sa kohë. Por ndryshe mendojnë deputetët e ish-partive opozitare. Nënkryetaria PDK-s Vlora Qitaku para gazetarëve tha se është momenti i fundit që Vetëvendosja të reflektojë dhe ta zhbllokojë ngërçin institucional. Është momenti i fundit që Lëvizja Vetëvendosje, deputeti Kurti të reflektoj. Bota po ndryshon çdo ditë, drastikisht dhe dramatikisht. Kurse Lutfi Aziri nga LDK, situatën aktuale politike e ka quajtur si të neveritshme. Kjo që po ndodh edhe sot, me mos konstituimin e Kuvendit, me mos funksionalizimin edhe të qeverisë me legjitimitet të nënshkurtit dhe organeve të shtetit, është shumë vonesë e madhe e cila nuk arsyetohet, nuk justifikohet, është e dëmshme dhe është bërë neveritshme. E kreu i nismës Fatmir Limaj tha se po t'i kishte më shumë deputet, ky problem sipas tij do të zgjidhej çmoti. Leni këto egot personale, leni postulatat morale, po uli edhe përmbushni vullnetin qytetarëve që kanë votuar me shumicë. Sigurisht, unë jam i bindur që po të kishte nisma me tepër deputet sa që ka, nuk do të diskutojë tash do të ishte mbyllur çështja e ndërtimit të institucioneve dhe qeverisjes. Edhe deputetja tjetër nga Unioni Social-Demokratik, Duda Balje, ka kërkuar që sa më shpejt të konstituohet Kuvendi i Kosovës. Fuqia është, domethënë vjen prej brenda, jo prej jashtë. Unë nuk e besoj se dikush ka vullnet për me ndihmu Kosovën nëse na vetë nuk e bëjmë këto. Edhe mendojmë se sa më shpejt vërtet duhet me jap edhe një shenjë se jemi serioz. Ndërkohë, gjykata kushtetuese ende nuk ka dalë me opinion në lidhje me kërkesën e AK-s për vlerësimin e kushtetshmërisë së propozimit për formimin e komisionit për votim të fshehtë për zgjedhjen e kryeparlamentarit të Kosovës.